invituar të pranishëm, zonja dhe zotërinj, mysafirët e pjesëmarrës të dashur, të nderuar drejtor dhe udhëheqës institucionesh. Mirë se vini në edicionin e 18 të Festivalit Ndërkombëtar Folklorik të Këngëve dhe Balleve Popullore Dr. Vladimir Polozhinski. Në ngjarje që përfunduese 2 dekada shkrimton traditën, trashëgiminë kulturore dhe larmishmërinë artistike të popujve tanë. Ky festival, e cila ka qenë një festë e vërtetë e folklorit dhe traditës për kaq 2 dekada, vitet e fundit zhvillohet në frymën e një bashkëpunimi rajonal të veçantë, e realizuar në partneritetin me qendrat kulturore të fëmijëve në Durrës, Kurbin dhe Prishtinë. Pas këtij bashkëpunimi, festivali ka fituar një dimension të fortë ndërkombëtar dhe shndruar në simbol të miqësisë, dialogut kulturor dhe vlerave të përbashkëta. Në skenë sot dhe nesër do kemi mundësinë të shijojmë paraqitjet e ansambleve dhe shoqërive kulturore nga Ukraina, Polonia, Bullgaria, Turqia, Shqipëria, Kosova, si dhe shumë ansamble tjera nga qyteti ynë dhe nga gjithë Maqedonia e Veriut. Me këtë rast, shprehim mirënjohjen tonë të sinqertë për Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Komunën e Kosovës dhe mbështetësit tanë Unimak dhe Maksi Dëmark, Asjenjak dhe Dauti Kombec. Me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, Qendra për Kulturë në Kërqov realizoi edicionin e 18 të Festivalit Ndërkombëtar Folklorik të Këngëve dhe Valleve Popullore. Në këto 2 mbrëmje, publiku i Kërqovës pati rastin të ndjek afër këngët e bukura dhe koreografitë e mrekullueshme të grupeve artistike që kishin ardhur nga Ukraina, Polonia, Bullgaria, Turqia, Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Ata i përshëndeti dhe u dëshiroi mirëseardhje drejtori i Qendrës për Kulturë Mazlam Osmani, i cili falenderoi Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit si dhe Komunën e Kërqovës për mbështetjen që japin këtij festivali dhe potencoi se edicioni si vjetëm është vazhdimësi e përpjekjeve për të sjellë në festival grupe artistike me traditë nga fusha e folklorit, siç janë shoqëritë kulturore apo ansamblet nga Ukraina, Polonia, Turqia dhe Bullgaria, por edhe grupet artistike nga vendi Kosova dhe Shqipëria. Ai nënvizoi se viteve të fundit ky eveniment zhvillohet në frymën e një bashkëpunimi rajonal në aspektin e përforcimit të vlerave që vjen si rezultat i bashkëpunimit me qendrat kulturore në Durrës, Shkumbin dhe Prishtinë. Është një ditë i veçantë për mua, që sonte me Qendrën së Kulturës Koçovaci Kërqov, uroj mirësiardhje në edicionin e 18 të Festivalit Ndërkombëtar Folklorik Dr. Vladimir Polozhinski. Ky festival tashmë është kthyer në një pikë takimi të rëndësishme kulturore, ku përmes këngës, vallës dhe veshjeve tradicionale ndërtohen mura miqësie, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi ndërkulturor. Kjo ngjarje nuk është vetëm një festë e folklorit, por edhe një dëshmi e gjallë e vlerave tona shpirtërore dhe trashëgimisë që na bashkon për te kufive. Këtë vit kemi kënaqësinë të mirëpresim ansamble nga Shqipëria, Kosova, Turqia, Bullgaria, Ukraina, Polonia dhe natyrisht shumë grupe artistike nga vendi ynë, të cilat e bëjnë këtë festival vërtet ndërkombëtar dhe të pasur në përmbajtje. Dëshiroj të shpreh falënderim të posaçëm për Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, Komunën e Kërqovës dhe të gjitha sponsorët dhe partnerët tanë, të cilët me mbështetjen e tyre tregojnë se arti dhe kultura janë prioritet dhe krenari e përbashkët. Faleminderit gjithashtu koreografëve, udhëheqësve artistik, punonjësve të Qendrës së Kulturës dhe të gjithë vullnetarëve që qëndrojnë pas organizimit të këtij festivali. Ju uroj të gjithëve 2 net të mbushura me emocion dhe dashuri për folklorin, me çka do të festojmë bashkë kulturën që na bashkon. Publiku i Kërqovës mbeti i kënaqur nga performancat e grupeve artistike në të 2 mbrëmjet e festivalit, sepse ata ndoqen nga afër programe të bukura artistike që i prezantuan me shumë sukses grupet nga vendet mysafire dhe ato nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria, të cilëve i ndan edhe mirënjohje për pjesëmarrje dhe prezantim dinjitos në festivalin e 18 ndërkombëtar folklorik që u mbajt në Kërqov. Në një prononcim për programin tonë, drejtori i Qendrës Mazlam Osmani jep një prezantim të hollësishëm të këtij manifestimi ndërkombëtar që u mbajt për 2 net me radhë në Kërqov. E veçanta e këtij edicioni të 18 mund të them është se ne prej gati 2-3 vitesh kemi një bashkëpunim rajonal me Qendrën Kulturore të Fëmijëve Durrës,
atë të Kurbinit dhe Qendrën Kulturore të Fëmijëve të Prishtinës, ku në kuadër të këtij bashkëpunimi dhe festivaleve që organizojnë edhe ato, edhe fëmijët që ushtrojnë në kuadër të Qendrës Kulturës në shkollën e vallave popullore maqedone dhe shqipe, janë musafir të këtyre festivale. Pra, të gjithë shoqëritë kulturore artistike që vijnë nga vende të ndryshme, si që këtë vit kanë qenë nga Ukraina, Polonia, Turqia, sigurisht Kosova dhe Shqipëria, pastaj ka pas edhe nga Bosnja, Malizi, të gjithë pas një turneje që fillon në Durrës, përfundon në Kërçov, në festivalin që organizojmë ne. Dhe kjo nisëm besoj se i ashton madhështinë qytetit Kërçovës, sepse thjesht që të kemi aq musafir, gati se është e pamundur në Kërçov me mundësitë tona. Po këtu fal përkrahjes që Ministria e Kulturës dhe Turizmit i jep këtij festivali, por edhe ndihmesën që jep Komuna e Kërçovës dhe sponsorët, mundohemi që ky festival të jetë kaq madhështor. Pra ne kishim 2 net me radhë, në natën e parë ishin shtetet që i përmenda dhe në natën e dytë i kishim shoqëritë kulturore artistike nga vendi. Përfshi edhe Turqinë, e cila qëndroi edhe një natë 2 net. Prezentuan këngë, valle, veshje tradicionale të grupeve artistike nga shtetet nga vina. Po, sigurisht. Pra, ajo që themi se kultura, tradita, vërtet është ajo që jep shpirt dhe i bashkon njerëzit, dhe kjo mundeshte të shifet edhe nga atmosfera që krijuan të gjitha këto shoqëri kulturore artistike që i kishim. Sigurisht se në qytetin e Kërçovës që prej vitit kaluar ka filluar të funksionojë dhe shkolla e valleve shqipe, ja ka shtuar edhe madhështinë dhe besoj se kjo shkollë e valleve shqipe do të funksionojë në të ardhmen edhe me më shumë motivim, sepse ishim për herë të parë që fëmijët e kësaj shkolle morën pjesë në festivalin në Durrës, në Kurbin siç përmenda dhe në Kosovë në Prishtinë. Ngjallë një interesim të madh prezantimi i këtyre grupeve edhe tek publiku kërçovar. Sigurisht, ne zakonisht, siç e dini, këtë festival organizojmë këtu në parahyrjen e Qendrës së Kulturës dhe në sheshin e qytetit mblidhen pothuaj mbi 1000 veta. Këtë vit për shkak të motit, nata e parë realisht kishte një handicap sepse vendosëm ta mbajmë brenda në sallë dhe normal që aq numri i publikut nuk ishte aq i madh, po dje në natën e dytë ne patëm vërtet një publik ashtu siç e meriton ky festival. Dhe sigurisht kemi pas kënaqësinë të kemi të gjitha ato shoqëri kulturore artistike. Unë ju përgëzoj për organizimin e këtij aktiviteti dhe ju dëshiroj suksese edhe në projekte tjera që me siguri janë të shumta të planifikuara për këtë periudhë kohore. Po tash po kemi edhe projekte tjera, po kur jemi tek festivali, më lejoni që edhe një herë të shpreh falënderimin tim dhe të Qendrës Kulturës, përveç për Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, Komunën e Kërçovës, sponsorët, një falënderim për Qendrën Kulturore të Fëmijëve të Durrësit, drejtorët të këtyre institucioneve atje dhe të udhëhecit artistik Arjan Plaku nga Durrësi, i cili është, të them, fajtori kryesor ashtu në thojza për kjo ngjarje madhështore të jetë kaq e madhe edhe këtu tek ne, po edhe në Prishtinë edhe atje në Shqipëri. Faleminderit shumë.